unë i kam propozuar e kthemi çik tek shkolla, për sa i përket, domethënë anës shpirtërore, kur unë jam kthyer në Shqipëri në 2015, një nga qëllimet e mia që e kam edhe sot sigurisht, ishte që këtë më thonin tërë. Pra, unë kam ikur 15 vjeç nga Shqipëria, 97. Dhe kur shikoj një 15 vjeçar tani them, unë kam qenë 15 vjeç nëpër malet e Greqisë që të kaloja në këmbë për ditë e net të tëra. 17 vjeç në mes Brukselit, domethënë që Brukseli 99 ka qenë më keq se 97. Dhe them që kur më thon ç'a pate që erdhe, them pse? Nëse mua emigrimi më mban, ose më mbajti, do thotë se isha një element i mirë, për ndryshe nuk të mban. Unë këtë çka e mora, dua ta sjell në vendin tim të kontribuoj pikërisht në shoqërinë, në rinin këtu. Dhe kur e kam propozuar këtë nëpër shkolla, i kam thënë dëgjoj, profesioni im është ky. Pra, merr me pjesën e jogës, por atë çka bëj është pjesë e motivimit, si të menaxhojmë emocionet tona, sepse ne nuk menaxhojmë dot çka ndodh jashtë. Si do ta kishe motivuar ti një 15 vjeçare para se të hidhej? Si? Para se të hidhej, sepse ata nuk din jo vetëm çfarë i pret mbas një thike, mbas një sherri, por e marrin jetën kështu pa problem fare. Kalojnë në botën tjetër pa ju dridhur qerpiku fare. Dhe kjo është rëngjese, kjo është ulëritse. Atëherë, si mundet një 15 vjeçar kalojnë në botën tjetër, pa patur asnjë fen për këtë botë? Sepse nuk humbet asgjë të bukur. Nuk humbet asgjë që do ta bënte pishman se e humbi. Tek ajo çka them që prapi themi edukimit praktik nga momenti unë mendoj këtë, nga momenti jeta është e bukur, ne që e kuptojmë. Nga momenti që nuk arrin të menaxhojnë. Se kupton pra, kush është detyra jon? Pse se kupton? Nga momenti që nuk arrin të menaxhojnë dot emocionet. Në një target shumë të vogël. Jo, nuk është target i vogël. Është i vogël sepse është plagë e madhe. Mund të jetë target i vogël, por plaga është shumë e madhe, po që vjen pikërisht sepse ne jetojmë në këtë shoqëri. Unë përpara se të vija këtu, u konsultova me të dhënat e plagosjeve dhe të vrasjeve që kanë ndodhur këtë vit. Ishin 80 dhe një pjesë e këtyre ishin tek adoleshentët. U kujtova që në verë ne kemi një plagosje për arsye banale për një lojë dominosh ndërmjet dy pensionistëve. Dhe rikthehemi dhe një herë tek ajo që nuk është çështja se ne kemi vetëm adoleshentë të dhunshëm. Ne kemi një shoqëri të dhunshme që reflektohet detyrimisht tek qeniet më të dobta. Tek qeniet më të dobta që janë adoleshentët. Pse është bërë kjo shoqëri kaq e dhunshme? Sepse këtu njerëzit, po ta themi në mënyrën më brutale, janë detyruar, janë futur në ca kallëpe që janë gati të hanë njëri tjetrin për të mbijetuar. Pra këtu s'ke kushte ekonomike, këtu papunësia po bën namin, këtu njerëzit për mbijetesë duhet të gjejnë dhe 2 dhe 3 punë, dhe padyshim që gjëja e parë që dëmtohet në këto kushte kur mungon ana ekonomike, sociale dhe gjithë tjera të halltat me radhë, është pikërisht familja. Dhe kur çedon familja, detyrimisht e para që çedon është vëmendja dhe mirëqenia e fëmijëve. Të gjitha këto janë harta që jam shumë dakord. Kjo është një pjesë. Marcel, të lutem, jo, se s'kemi kohë, se jemi drejt mesazhit. Por kemi dhe familje që janë të emancipuara. Jemi live dhe duhet të respektojmë kohën televizive. Marcel, të lutem. Vim pak e pyetja, Marcel, më ndiq pak. Çështjeve penale. Marcel, se s'kemi as Marcel, të lutem, më ndiq pak e pyetja çfarë vjen në ato momente një 15 vjeçar para se ta kushte fillin nga kjo jetë. Arriti qëllimin që ai donte të tregoj të fortin, asnjë gjë tjetër. Unë mendoj që ka një urrëtie të fortë brenda që thjesht e shkarkoi dhe pas. Besoj mos jetë vërtet. Nuk besoj se kjo. Kemi edhe ka bërë foto dhe ka postuar në rrjetet sociale për të treguar. Ne duhet kemi shumë kujdes edhe këtu me mesazhin që po japim. Të lutem, ma thuaj pak. Dua edhe një herë të theksoj që ne si shoqëri duhet kemi parasysh që i fortë nuk do të thot dominim përmes dhunës. I fort realisht do të thot të menaxhosh forca e argumentit, forca e fjalës. Një adoleshent nuk e kupton këtë. Dakord, është detyra jonë, është detyra shoqërisë t'ia tregojmë këtij adoleshentit. Pikërisht pra, kjo mungon dhe tek ata në shkollë. Nuk e kupton. Këtë që po thoni dhe ne po flasim, ata nuk e shohin me yoga, me ha, si do t'ja u shpjegojmë Klodi? Jo gjatë, jo me histori. Jo, absolutisht shumë e shkurtër. Pra, kjo që ka thua ti, si mund t'ja demonstroj me yoga? Pikërisht, po, me yoga. Nëse yoga me ka transformuar mua, pra, nuk më ka ndryshuar, më ka transformuar. Nëse do të futemi te historia ime, duhet kemi 40 minuta më tjetër. Jo, me një fjali ma thuaj, se më kuptoj, ke qenë rebel. Rinia ime, adoleshenca ime, në 97, kam qenë rebel.
nuk mund ta mohoj. Dhe yoga ty të bëri një njeri të mirë. Yoga mua më ka bërë ky një person që jam sot që unë deri sot kam dëgjuar njerëz që lën alkoolin, lën drogën dhe i futen besimit fes. Dëgjoj. Po ndërkohë që nga dhe yoga një zgjidhje. Jo, ndërkohë është yoga një zgjidhje. Po mirë, si do bëjnë ata që nuk duan të bëjnë yoga, dikush që e ka praktik, e ka dikush domethënë reale. Kur unë kam propozuar jogën në shkollë, drejtoresha më ka thënë, po s'fusim fene, fe. Me gjitha të... Mos ishte nga ato drejtoresha që erdi Meli i fute brënda? Nuk e di unë. Pra, dhe sot, për shembull, unë mund të vë, një nga drejtoreshat që me të vërtetë respekte, drejtoresha Jasim Vokshit, është një nga të parat që e ka futur praktikën e jogës te disa nxënës, dhe kur kanë dalur ato nxënës nga Oran ka thënë, ku mund të bëjmë herë tjetër? Po mos duan kickbox, më Klodi. Se kjo rinia unë jam proner. Mos duan kickbox, duan të shkarkojnë. Por të shkarkojnë, patjetër. Shpatat e samurajit. Po jo, shpatat mos der atje. Po yoga me këtë zë, po është i çuditshëm që edhe ky zëri ka dy ekstremitetet. Ka zëri, pra, truri duhet të kalojë të dy fazat, të shkosh në maksimumin ekstremal dhe pastaj të qetësohesh. Klodi, shiko, se një sekond. Çështja është këtu, Klod. Çështja është këtu. Nëse do fute yoga si orë disipline në shkollë, unë ju garantoj që rinia do ndryshojë. Dakor, jam dakord me këtë, por ka një gjë. Historia e njerëzimit, kemi kohë. Historia e njerëzimit, po një sekondë vlla. Po një sekondë vlla, një sekondë. Historia e njerëzimit ka qenë histori me luftë. Ne tani i themi atyre mos bëni luftë. Po bëj sikur bëj luftë vlla. Bëj dashuri, po dashuri, po pse më çfarë do bëhet këtu? Më mirë dashuri në krevat se sa luftë edhe në vet. Do vide ku e luftës, po thonë se bëni me njëri tjetrin. Edhe 2 minuta. Kemi gjithë ato minuta me çfarë 2? Kemi gjithë ato minuta për rubrikën tjetër. Japin të rinjve kohën e tyre për te mësimit të kenë mundësi të zënë me aktivitete sportive, jashkollore, lexim, art, edhe unë them ku, në Mars, në Hënë, sepse unë mendoj që ushqimi më i madh që ka nevojë. Më gjej një vend, më thua një vend. Aty keni punë nga mbrapa. Kjo është empirike, me ty jam dakord në teori, po ku konkretisht? Te fushat e liçenit ka plot. Te fushat e liçenit këto marrin te fushat e liçenit. Kjo është çështja ai nga Kamza nga po. Sa po ta thake dita e votimit vrapojnë mbas kutive. Jo. Lagja, më fal. Lagja ja një diçka. Lagja e re që quhet për te autostradës, superstradës. Ka rënë autoriteti fare pa çekiç. S'kam çekiç. S'ka çeço biçak. Jo, s'ka biçak. Dihet botërisht, dihet botërisht që ajo lagje Astiri, po flasim, dihet botërisht që nuk ka, s'ka shkollë, s'ka klinik, s'ka teatr, po ka 50.000 njerëz. Astiri, plotët. Tash do t'i edukojmë. Po ku? Okej, dakor. Më falgje, ula do me thësë, dhe me çmend të nësë situatë. Sportive afër, asnjë nuk ka për atë. Dëgjoj, t'i bëjmë gjithë këto vepra. Këto probleme nuk kanë lindur, siç thot Klodi në prerë të parë në histori. Kemi Sienën. Dalin ata, janë ndarë në lagje, bëjnë gara me kuaj. Po vëri të bëjnë gara me kuaj, o vllap, se të vriten me njëri tjetrin. Kuaj të thiren për shishje bab theren, ku i ke kuaj njëherë? Po si s'ka kuaj, o vllap, po kuaj tanë, po xhirojnë firma.